në Gjakov. Po vërdita përshëndetje për gjithë shikuesit e Kanali 10, ndodhemi pikërisht afër lokalit ku ka ndodhur sot tragjedia në orët e para të mëngjesit. E lajmi i fundit momental është se i dyshuari kryesor Nexdet Zymberaj tash është vetëm është dorëzuar në policinë e Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur për Kanal 10 drejtori i policisë në këtë komunë. Momentalisht në vendin ku ndodhemi, në vendin e ngjarjes, shihet se ende kanë mbetur gëzhojat e kësaj tragjedie. Unë po e lus kameramanin nëse mundet vetëm me i paraqitë kjo që këto gëzhoja të plumave të shkrepura nga arma e zjarrit janë ende në këtë lokal, pra lokali është i mbyllur nga policia e Kosovës. E viktima e kësaj tragjedie është Rasim Binakaj, i cili humbi jetën në vendin pikërisht ku ndodhemi ne, si pasojë e plagëve nga arma e zjarrit, ndërkaq që i plagosur mbeti edhe një person tjetër, Edi Mehmeti, 29 vjeçar, i cili ka psuar plagë në krahëror dhe është dërguar për trajtim mjekësor. E sipas mjekëve, ai momentalisht ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Sipas policisë së Kosovës, në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe sekuestruar 5 gëzhoja të armës së zjarrit, si dhe një mjet i mbret që dyshohet të jetë thik e që dyshohet të jetë përdorur gjatë incidentit. Pra kjo ngjarje tragjike që tronditi qytetin e Gjakovës kishte ndodhur rreth orës 5:20 dhe 5:30 në orët e para të mëngjesit, ku edhe humbi jetën tashmë i ndjeri Rasim Binakaj. Momentalisht qyteti ku në pjesa pra e qashisë e vjetër ku ne ndodhemi, duket se ka një qetësi, ndoshta kjo edhe prej rastit të fundit që mund të thuhet, pasi që ishte një rast që tronditi edhe Kosovën, jo vetëm Gjakovën. Ekipet tona vazhdimisht kanë qëndruar në qytetin e Gjakovës, ku kemi raportuar vazhdimisht për këtë ngjarje tragjike. Kaq nga këto informacione në qytetin e Gjakovës, unë po e kaloj linjën tek ju në studio. Edhe pak me pamje të drejt për drejta nga vendi i ngjarjes, ku sipas lajmit të fundit që në e solli zgjeqja drejt për drejt nga Gjakova, i dyshuari për vrasjen në Gjakov është vetë dorëzuar në polici. Qëndrojmë edhe me pak pamje drejt për drejt nga vendi i ngjarjes atje tek kryemi Gazbar dhe Qasani. Të nderuar shikues, këto ishin detajet e fundit sa i përket kësaj ngjarje të rëndë në komunë.